unë do largohem nga NATO, atëherë Europa do ta braktisë Ukrainën, sepse Europa ka prioritet Ukrainën, por ka prioritet dhe më të madh qëndrimin e Amerikës në NATO. Dhe kjo është në fakt një dobësi shumë e madhe që Europa ka në raport me fuqinë e saj negociuese. Kështu që unë mendoj që Europa do të luajë rolin e avokatës së Ukrainës, por një avokat goxha i dobët. Një avokat në ato raste kur provat ose fuqia ndoshta shqetësisht në krahun tjetër. E qartë. Mirë, ndjekim tjetër një sirë pas rikthehemi së bashku për diskutuar. Vladimir Putin ka dërguar në Abu Dhabi njerëz që çdo mëngjes i vendosin mbi tavolinë raportin mbi surinë të ashtu quajtur operacioni i posaçëm ushtarak. Si dihet, presidenti rus nuk ndjek mediat, ai lexon atë që i paraqitet nga kreu i shërbimit sekret ushtarak dhe nga ai i shërbimit sekret të jashtëm, i cili për më tepër ka një provojë të gjatë mbi dosin e Ukrainës që ka nisur tashmë në vitin 2014 me njerëzit e vegjël të gjelbër, që u shfaqën papritur në Krime. Nuk është vetëm një çështje reciprociteti për shkak se në anën tjetër tavolinas ishte kreu i padiskutueshëm i inteligjencës së Kievit, dy funksionarë të Rusë janë të vetmit që kanë qenë gjithmonë të pranishëm në mbledhjet e grupit të gjerë negociator, që janë mbajtur në Kremlin para nisjes së çdo delegacioni për bisedimet e pafrytshme të Stambollit, dhe mbi të gjitha konsiderohen arkitektët e samitit të ngushtit në Alaska si dhe lojtarët kryesorë të sekreteve të tij. Prania e tyre në Emiratet e Bashkuara Arabe është lexuar në adres si një mesazh i qartë. Ne nuk largohemi nga protokolli nënshkruar verën e kaluar, të cilën Donald Trump hoqi dorë të impononte pasi mori parasysh kundërshtarët e fortë të liderëve evropian, alternativisht duke pasur parasysh njohuritë e tyre mbi çështjen e kryershtetit rus. Dikush mendon gjithashtu për një përpjekje të dy liderëve për të bindur palën tjetër se luftimi nuk ka më kuptim. Mirë, Ruel, a sinjalizon prania e dy njerëzve të presidentit rus Vladimir Putin në Abu Dhabi një fazë të re negociatash, apo mund të jetë nga ana tjetër edhe paralajmërimi se Rusia nuk lëviz nga protokolli i vitit kaluar? Shikoj, pa një vend thuhet që në një farë mënyrë Rusia është një pozitë pasive, domethënë po pret nga perëndimi në raport me propozimet që kanë ardhur nga Ukraina dhe nga aleatët e Ukrainës, si në letër janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. E dimë më fëmijë që ka pas një bisedë telefonike midis presidentit Putin edhe atit turk Recep Tayyip Erdogan, dhe është folur sigurisht për marrëveshje tregtare, është folur për marrëveshje energjetike, është diskutuar sigurisht Ukraina, sepse ne dimë më fëmijë që presidenti Erdogan në më shumë se një herë ka kërkuar të ndërmjetësoj ose të shërbesi si tryezë bisedimi për dy liderët, për liderin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe për presidentin rus Vladimir Putin. Kështu në këtë kuadër ka pas një bisedë frydënëse në raport me Abu Dhabi, nuk besoj që kanë një dyshim nga protokolli i kaluar, janë thjesht çështje specifike teknokratike që nuk është se kanë relevancë të natyrës gjeopolitike, por kjo biseda telefonike në një farë mënyrë foli dhe për faktin që pala ruse është e kënaqur me këtë propozim. Domethënë, me çfarë është raportuar nga mediat, presidenti Putin e ka bërë me dije presidentin Erdogan që kjo marrëveshje, këto pika, ky draft paqe shkon është në përputhje me doktrinën ruse të politikës së jashtme dhe me interesat e Rusisë dhe me në një farë mënyrë premisat mbi të cilat do duhet ndërtohet paqja në Ukrainë. Tani mos harrojmë që ne kishim marrëveshje po prap shumë të mirë për Rusinë. Para një 2 muajsh dhe Rusia tha jo, është një marrëveshje shumë e mirë, një sweetheart deal, po i thonë. Një marrëveshje sikur të ta japin një mik, domethënë, dhe Rusia prapë refuzoi, që mund të ndodhi sërish që Putini sigurisht të refuzojë këtë marrëveshje paqe që në këmbim për të marrë më shumë, por nuk e di çfarë më shumë mund të merret domethënë nga Ukraina. E qartë, Ruel, sa i fortë është ndikimi real i dy shefave të inteligjencës ruse pra në vendimarrjen e presidentit rus Vladimir Putin, duke qenë se ata janë të vetmit që i filtrojnë dhe informacionet e luftës? Shiko, burokracia ruse është mjaft e gjerë, nuk mendoj që varet nga dy shefat e shërbimit sekrete, por Putin vetë në një farë mënyrë karrierën e tij politike e ka nisur nga shërbimet sekrete, ka qenë një agent i KGB-s në Gjermani lindore. Dhe pastaj është punë burokracisë ruse dhe është bërë
ka ngjitur shkallët e karrierës për të bërë kryeministër dhe më pas president. E megjithatë, burokracia ruse është goxha e gjerë, shërbimet sekrete sigurisht luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Generalet e ushtrisë luajnë një rol shumë të rëndësishëm, këshilltarët pranë Kremlinit luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Është i kompleks arsyesh Priscilla, nuk mendoj që ka dy njerëz rol specifik më shumë se të tjerë, por sigurisht ka një rol të rëndësishëm. E qartë. Roel, nga ana tjetër, pse është Kremlini i cili këmbgulse nuk devion nga protokolli i verës kaluar pra atë që ne folëm, pavarësisht edhe kundërshtimit të liderëve europian, por nga ana tjetër edhe presionit ndërkombëtar që vjen ndrejt Rusisë? Sepse ne di mjaft mirë që Putin është një lider që ka tendencën të mos ndryshoj pozicionin e tij nga si pasojë e presionit. Dhe presionet ndaj Rusisë kanë qenë të shumta. Domethënë sanksionet, largimi i Rusisë nga TTF-a, dëbimi nga SWIFT-i që është programi apo rrjeta që lidh sistemet bankare të gjithë vendeve, ta dëbosh një vend nga SWIFT është praktikisht të paralizosh sistemin bankar dhe qarkullimin e paras në atë vend, kjo nuk ka ndodhur me Rusinë, por është një presion shumë i madh. Ngrirja e aseteve të oligarkëve rus në perëndim, që sigurisht ka një lidhje okulte ekonomike me presidentin Putin, dhe prapa ai ka vijuar. Të tregon që është një individ i cili nuk e ha presionin për një me një arsye, edhe për faktin që sidoqoftë Rusia ngjelet një fuqi, ka një farë pavarësie, ka një farë sovraniteti, kjo edhe për shkak të ndihmës që Kina i ka dhënë. Kina ka shërbyer në një farë mënyrë si një prizë ekonomike për Rusinë që nga nisja e kësaj lufte, dhe sanksionet perëndimore, presionet psikologjike, ekonomike, ushtarake të vendosura nga Europa dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt Rusisë, në një farë mënyrë janë shmangur duke përdor mburojën kineze, duke përdor teknologjinë kineze, inteligjencën kineze, ekonominë kineze, e tjera me radhë. Kështu që nuk më duhet çudi që pala ruse nuk lëviz nga protokolli. Qartë, mirë Roel, për ta mbyllur sepse jemi në fund pyetja e fundit, apo pozicionohet apo përgatitet Rusia tashmë për një cikël të ri presionesh duke përdorur këtu inteligjencën si një instrument diplomatik? Po patjetër, mendoj që Rusia është mjaft aktive, shërbimet sekrete ruse janë mjaft aktive në çdo vend, duke u përpjekur të gjenerojnë destabilitet, sidomos në vende edhe si Shqipëria ku në një farë mënyrë Rusia nuk ka shumë influencë, por ka interesin që të mos vijojë rrugtimi euroatlantik, mos ketë antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të mos ketë antarësim të Kosovës në NATO, të mos zgjidhen problemet që vendet e Ballkanit kanë, qoftë problemet që Bosnia ka me Serbinë, qoftë çështja e Kosovës, qoftë problemet që Maqedonia ka me Greqinë apo me Bullgarinë, domethënë është interesuar me shërbime sekrete nëmjet individëve që paguan poshtë e lartë që të mbajnë sa më të lartë destabilitetin, dhe kjo bëhet duke përdorur sigurisht edhe shërbimet inteligjente. E qartë. Mirë, Roel, kemi arritur në fund, të falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Të falenderoj ty për ftesën. Kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund. Ishim me Roel Domin, ku diskutuam për presidentin e Ukrainës dhe atë të Rusisë, ku Volodymyr Zelenski ka thënë ditën e martë se Ukraina ishte gati të zhvillonte planin e mbështetur nga ana e SBA-s për t'i dhënë fund luftës me Rusinë dhe të diskutonte sigurisht pra edhe pikat e diskutueshme me presidentin e SBA-s Donald Trump në bisedime që ai tha se duhet të përfshin këtu dhe aleatët europiane. Me kaq përmbyllim ditën e sotme, bashkëhemi sërish në aktualitetin e radhës.